ideali ta pyesni direkt Albatrosin për çdo problem, për çdo lloj pyetje dhe shqetësim që e keni sa i përket dashurisë. Albatrosi është në dispozicionin tonë dhe në dispozicionin tuaj për të përgjigjur gjitha pyetjeve dhe dyshjet që ju i keni sa i përket emrit më të bukur në botë të dashurisë. E mirëpresëm Albatrosin në studio. Sërit. Mirë mëngjesi Albatros, mirë se jete në vikend. Mirë se ju gjeta në këtë studio të ftohtë. Mirë po të ngrohtë shpirtërisht. Absolutisht. Asgjë nuk është të ngrohtë shpirtërisht, ka do të ngrohet edhe me tej, me përgjigjet tua. Është e vërtetë ajo që ngrohtësia që t'jep shpirtit, ta jep fuqinë që të përballosh edhe kretacarin që kjo botë ta jep, jo vetëm klima. A je i ngrohtë shpirtërisht? Me rast. Sot jo. Me rast. Se sot e ke ftohtë. Sot ku njeriu është i frymzuar, përballon çdo gjë, por ka momente kur bota të kap edhe të hyp për mi edhe ndihesh shumë down. Ka njeri që nuk është imun nga kjo djesi, por unë gjithmonë besoj që në atë ligjin e natyrës që jeta ka ngritje, ullje, që okej, tash jam fund, fillan faza tjetër, me dalë sipër. Unë jam asotipi, domethënë, si ngjalla. Batica zbatica. Ja, unë jam si ngjallë, domethënë, Stillesh e pështillesh. Nuk e pranoj atë idenë që duhet më ndalë edhe më u dorëzu. Dhe dëshira që unë kam gjithmonë është që njerëzit që unë i du shumë, ja u përcjell këtë mesazh që nuk duhet njeriu të dorëzohet para sfidave të jetës, por gjithmonë të shkoj kështu. Në cilën fazë je momentalisht Albatros? Në momentin jam down. Qysh dohet me dalë prej kësaj situate që më kthy në atë ritmin pozitiv të Njëri ndërmjetës? duhet me dëgju të vetja vetë, atë zërin e mrenshëm që e ka, edhe që ta gjej një gjë që shumë ka dëshirë ta bëj. Njeriu duhet të ketë këtë mision jetë, domethënë që ketë një cak, ose që i thotë ky brezi i ri, driven by goals. Duhet të kesh cak, edhe ky cak duhet të jetë diçka që tërkohën rran. Çka nuk kupton kjo? E mërrin këtë cak, ushqim, ka cakun tjetër. Kështu njerëzit bëhen miliardera. Njerë mendon si ti fitoj 100 euro. Pas kur fitoj 100, thotë, hajt ti fitoj 200. Kur fitoj 200, thotë, nuk nalët, thotë ti fitoj 500. Nëse synimi është material, por nëse synimi është diçka tjetër, thjesht duhet të shtysh kufit e tu, duhet të zgjerosh kufit e tu. Sepse sa më të ngusht kufit, ankthi është më i madh. Stresi është më i madh. Nuk duhet me ndalë atëherë. Kjo vlen edhe në dashuri, për shembull në raporte, duhet me zgjeru kufit. Për shembull nëse dili tërkohën njëjtën kafe, pas një javë fillon me dalë me kafe tjetër. Pastaj hajt të shkojmë ku më larg. Hajt zgjeroj kufit, sepse monotonia e vret pozitivitetin. Po, the që je down, a është normale me pranu edhe me qenë down? Ja, tash ti si thonë... A bën me pranu, si gjendje? To janë... Ti jesh down, është pjesë e jetës. Dhe ligji i natyrës e ka këtë, do më thonë, nalt, poshtë, nalt, poshtë, nalt, poshtë. Në shkollë fillore kemi mësuar për atë sinusoid. Edhe tash nëse ti nuk e pranon këtë ligj të natyrës, ti bën dhunë ndaj vetës. Kështu që nuk është nej gjë shumë e madhe, pe pranoj, unë thoj, kush e di çfarë po bëj. Ti nuk duhet me shku kundër natyrës. Njerëzit që shkojnë kundër natyrës, shkaktojnë dhunë vetës. Sepse natyra të reziston, natyra të dejtë, çfarë do ti me bë, do të më ndryshu rendin e botës që e ka kriju Zoti dhe tash ti do me kriju diçka të re. Ka momente kur jeta të rrezon. Ti thjesht e pranon që urxova, tash, okej, filloj mu ngrit. Edhe por edhe kur gritesh nalt, gjithmonë duhet më bë gati për atë pjesën që Vjen prapë. S'bëhet kiameti, nuk bëhet kiameti, nuk është kiameti. Edhe në raporte ka ngritje, ka ulje, por njerëzit cilët thjesht i zgjerojnë kufit, e pranojnë që kjo është një situatë e përkohshme, edhe synojnë që ta ndryshojnë, por nuk dorëzohen, domethënë synojnë që ta ndryshojnë, ata kanë sukses. Sepse edhe në raportet në qift,
Si në çdo raport tjetër, duhet të ketë non-stop diçka që sjell diçka të re, sjell diçka të re. Nuk duhet ta ambientomi vetëm me një situatë. Safe zone, Pse- katastrofë, safe zone, ajo zona e E sigurisë. komfortit. Është katastrofë, ajo vret çdo emocion. E lodh, bëhet monotoni. Tani ti jetu në diku, kalon diku. Nuk është që ai personi ka kush e di se çka diçka të re, po sjell freski. Edhe tash i thu, wow, ku më di çka bë. Okej, shiko çka ka pas në raportin e juaj, domethënë, gjithmonë them këtë që duhet të zgjeru kufit. Sot ky është mesazhi që duhet të jap, duhet të zgjeru kufit. Kufit e raportit, kufit e përjetimit, me eksperimentu gjëra të reja, me fut gjëra të reja, e pastaj më u rikthy edhe të vjetrave, domethënë sepse ajo si thot ajo vintage, parimi vintage vlen edhe në raport. Hajde provojmë një gjë që e kena pravu para 5 vjet. Do të jesh kreativ pa kështu. Pikërisht sot do të diskutojmë edhe këto gjëra edhe tema që ne sot e kemi është hallet e dashurisë ku inkurajojmë edhe Pse hallet? Dashuria gjithmonë identifikohet me halle. Deri sot kena fol me ty Albatros anin pozitive të dashurisë, po tash e ka që po thotë këtë ulje ti ka edhe këto halle të dashuria. Okej, po shohim. Paralelisht. Kështu që derisa vazhdojmë na me pyetjet, i bëjmë thirrje gjithë shikuesve që telefonojnë në numrin 048 18 18 18. Çdo pyetje që e keni për Albatrosin mund ta bëni, mund të qëndroni edhe anonim dhe përgjigje mund ta merrni direkt nga vetë Albatrosi. Lindër si shta për hallet? Po, cilat janë hallet më të mëdha sot Albatros? Është ajo që quhet failure to communicate. Ndoshta e keni hasur në për filma, kur çiftet thjesht nuk gjejnë sinkron në komunikim. Nuk është që mungon kujdesi, nuk është që mungon dashuri, nuk është që mungon ajo gjëja që të ka nxit me pëlqy partnerin, po thjesht mungon komunikimi. Njeriu është qenie sociale. Përpos nevojave fizike e tjera, ka dhe nevoja intelektuale që janë shumë të rëndësishme dhe këto lidhen me komunikimin. Ti ke dëshirë që me partnerin të flasësh hapur, të flasësh tërë kohën, të mos ruhesh nga partneri, të mos thuash gjëra që ti po flet hapur dhe ai ose ajo i përdor ato komunikime. Kur futet kjo klimë, atëherë fillon të kufizohet hapësira e komunikimit. Edhe kur kufizohet hapësira e komunikimit, rritet stresi, rritet mosdushmëria, shtohet nervoza, edhe ajo si lidhje pastaj hup lodhët. Unë sot mendoj që problemi kryesor që çiftet sot kanë bazë të asaj që shoh, që dëgjoj, është pamundësia për të komunikuar. Okej. Duket se kemi edhe telefonatën e parë për sot. Alo, mirëmëngjesi. Ndërprej. Ndoshta kemi me të ndal disa herë kështu, po Okej. i japim hapësirë pak edhe telefonatave. Alo, mirëmëngjesi. Dashuria krijon emocione. Po. Njëjtë si shikuesit tanë që po na shohin momentalisht. Derisa të pranojmë telefonatën e parë Albatros, do të vazhdoja me një çështje tjetër, me një shprehje që në fakt e kam hasur shumë në rrjetet sociale, sidomos tek trend. Nuk e di, e ke pa ti këtë dukurin që femrat po i quajnë meshkujt kinë se janë princesha. Pse mendon që po shihen si të tillë meshkujt në shoqërinë tonë? Sepse po ndodh diçka që është pak e çuditshme, kam has edhe unë këtë fenomen, është që meshkujt në farë forme nuk i përqafojnë përgjithësitë që edhe biologjia ja u jep. Nuk po flasim vetëm për normat sociale, po edhe biologjia ja jep, edhe refuzojnë të pavarësohen. Unë i takoj një brezi që unë jam pavarësu që në moshën 7-18 vjeçar, mos me thonë më herët. Dërsa brezi i ri, gjërat e re, ta refuzojnë të pavarësohen. Kenë kujdesin e familjes, kujdesin e varësia nga shoqëria e tjera. Edhe kjo i bën këta që ta krijojnë këtë imazhin e qenit princesha, si i quajnë gocat, unë mendoj që ato kanë të drejtë në këtë pikë. Është të drejtë. Kanë të drejtë në këtë pikë, sepse
Një mashkull, pasado që është i ri, duhet t'i përqafoj përgjithësitë e veta dhe duhet të pavarësohet. O shumë është më rëndësi kjo që të pavarësohet. Të pavarësohet në çdo aspekt. Nuk flasim vetëm të pavarësimi financiar ekonomik. Do pavarësim edhe shpirtnor, edhe intelektual. Natyra je përgjigje për gjithçka. Për shembull, nëse i shikojmë arrit polar, po dhe nuk janë arrit vetmit, ka dhe shumë lloje të tjera, cilët kur vjen i vogli në një moshë të saktuar e dëbon. I thot, gjindu tash, gjindu. Domethënë se s'do e kesh mamin tërkohën që të kujdeset për ty, ose babin, se ka raste edhe në natyrë që çiftet janë tërkohën të pranishëm si baba, si nana në rritjen e të voglit. Edhe disa kjo të ne tash nuk po ndodh. Kjo është edhe pasojë e faktit që brezi jam, ne jemi rrit keq, me shumë sfida, edhe tash menojmë që ky brezi i ri nuk duhet kaloj në të njëjtat, t'i mbrojmë, ne këndej dhe kjo është gabim. Kjo është gabim i madh, edhe mendoj që duhet të rikthyen atë modelin e që jep natyra e që bota perëndimore e aplikon. Për shembull, ata i marrin fëmijët i çojnë në boarding school, dhe s'merret ato. Le të pavarësohet. Le të pavarësohet, domethënë që të ballafaqohet me jetën, që të jetë i gatshëm për të gjitha sfidat. Kjo është problem, të drejtën vajzat kanë shumë të drejtë në këtë pikë. Edhe kjo pastaj i bën edhe të emocionalisht të brisht. Domethënë nuk din të komunikojnë, nuk din çfarë lypin. Fillojnë hallet. Edhe, sepse kur një njeri është i pavarur, ai di çfarë don. Ai është mashkull. I ka qëllimet e qarta. Ka qëllimet e qarta, domethënë mashkulli është qenie grabitçare për nga natyra. Edhe po kurse i pavarur s'mund të jesh grabitçar, domethënë je i ndrojtur, je i stresuar, je si nang. Në mëdyshje vazhdimisht, e kemi edhe telefonatën e parë drejt. Alo, mirëmëngjese. Mirëmëngjese. Përshëndetje për juve, cila është pyetja për Albatrosin? Kam interes ta di nëse është e vërtetë se ku ka Pesim pjesën tjetër të pyetjes. Mirë, po kemi edhe një mesazh nga telefonuesit, të cilët nuk po arrin edhe të na kontaktojnë përmes zërit. Sa lloj të halleve ka dashuria dhe cilët faktor ekzistojnë për një dashuri të mençur dhe serioze? Respekt, i përshëndes ka puna këtu në kujdesari, në hemodializ, në lëndët të Suedis. Faleminderit për pyetjen. Sa lloje? Kjo nisim nga fundi edhe herë. Që ishte në fund? Sa llojet e halleve dhe cilët faktor ekzistojnë për një dashuri? Halla e ka shkruar. Serioze, dashurit mençur e serioze. Dhe serioze, po. Dashurit mençur e serioze nuk ka, nuk ekziston. Sepse dashuria në vetvete është e egër, është forcë e natyrës e pakontrollueshme. Por ajo çka bën ato që ne e quajmë serioze është sinqeriteti. Albatros më fal që të ndërpres, po e kemi edhe telefonuesin, pastaj vazhdojmë edhe me përgjigjen atje. Alo, mirëmëngjese. Mirëmëngjesi, ju përshëndes. Kam një pyetje për zotin Rexhaj. Duke e ditë mentalitetin e femrave në Kosovë, sa është e vështirë për një mashkull me kriju një lidhje sot 2026-ën. A ka ndryshuar diçka në këtë drejtim? Ju falenderoj. Femrat janë bërë më të pavarura. Është ajo kundërta asaj që folëm pak më herë. Dhe kjo i bën që ato të kërkojnë më tepër. Të janë edhe më të rrepta. Dhe kjo mund të shkaktoj tash pak nartësi gjini. Te gjinia e kundër. Por e vrej edhe një detaj tjetër që te një pjesë e femrave, se jo të gjitha ta kemi qartë ato, kanë marrë edhe pak atribute mashkullore. Ti që mashkulli e ka pasur të dënë që unë duhet provoj, pas ta i shohe bëj. Edhe tash kjo është krejt legjitime, sepse unë menoj se çka vlen për një mashkull duhet vlej edhe për një femër, si rregull. Pasi djem po bëhen princesha apo bëhen vajzat princa? Po flasim, kjo është edhe kjo tash interpretohet si një lloj një mentalitet i ri, papranueshëm, sepse ne nuk jemi mësuar me femra që janë guximshme kështu që të eksperimentojnë, të kenë disa lidhje dhe pastaj vendos çka bën, domethënë. Meshkujt e kanë problem këtë pjesë me e pranu. Mendoj që të dy gjinit duhet
duhet më rikthy pak në ca konvenca që janë më të pranueshme për njerëzit, por ajo që është më e rëndësishmja është që liria për zgjedhur duhet vlej për gjithë. Për shembull, një femër e cila nuk njihet mirë me një lidhje, nuk ka nevojë të rrinë atë lidhje. Është shumë e thjeshtë. Dash nëse ideja që kjo nënkuptohet që është një mentalitet i papranueshëm në ne, okej, kjo është një muhabet që le ta diskutojnë njerëzit sa dojnë, por nëse një femër nuk njihet mirë në një lidhje, s'ka nevojë me nejt, nuk ka nevojë me nejt me atë lidhje. Por më bashkëndjej me ato që tha telefonuesi, sot meshkujt e kanë shumë të vështirë që të binë sinkron me një femër e cila është agresive. Pse është agresive ajo femra? Pse është bërë agresive? Sepse unë mendoj që vjen si pasojë e faktit që meshkujt janë më pasiv. Edhe tash kur krijohet ajo hapësira, dikush duhet me plotësu. Tash përpara, për shembull, kur e shenim një vajzë përballë, meshkujt nuk kanë hezitu, janë afru, kanë fol. Tash meshkujt presin që vajzat me vol, janë ndru rolet. Pastaj edhe femrat po bën pak edhe tegra. Standardet të feshta. Standardet të feshta po bojnë. Edhe kështu që është pak vështirë, e kuptoj ato, por nuk është që janë femrat problemi, unë mendoj që është e dyanshme. E kemi telefonatën e radhës. Ale, përshëndetje? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Cila është pyetja juaj për Albatrosin? E përshëndes Albatrosin, në bazë të zanit duhet me mnjoft. Ja, mund do, po jam pak i ftohur sot edhe koncentrimi nuk e ka nivel. Tash t'jena konë shok, në më në shok i ngusht i fakultetit. Gëzohëm. Tash ta pak. Po cila është pyetja për Albatrosin? Jo, po më çudit se... E kam e idenë paka shumë kush mund t'jetë. A guxoj me ta thonë emrin? Jo, monet Albatrosin më thamne, se ja ka zë edhe vetë. Po më çudit se shumë është një njerëzit ma inteligjent që e kom taku një jetë, shtu. Edhe kogja shumë i ka shumë elektronike, matematika, pse u gjuka dashuria nuk e di. Po pse jo? A ke një pyetje për Albatrosin? Pyetje shumë e vendshme. Veç e përshëndes. Se e gjuka dashuria? Moti që kom po, as kur gjë s'kom një për to. Jo, në një pyetje e kam pasi që keni qenë shok të ngushtë. Qysh ka qenë Albatrosi në dashuri në atë kohë? Katastrofë! E gjama tim unë njeri në botë që ta bom pasullin pezi. Dikush do të me trash. Albatrosi ta ka bom pasullin pezi. Ta bëjke Albatrosi. Faleminderit shumë për telefonatën. Përshëndesim, faleminderit shumë. E Albatrosi do të më kujtu që tash. Po, qarë, këftohë. Unë kam qenë student i teknikut dhe në një moment, kam qenë student i mirë, një gjenerat mas Albin Kurtit. A i ka qenë një gjenerat para me, unë pas ti. Por shkoha dhe në vit 4, me sukses, edhe një moment thash qemë të bëngë. Qemë të bëngë këto. Së shvani jam të. Qemë të bëngë këto. Pas 4 vite. Po, të fund bëngë, kretë. Kam qenë student i mirë. Edhe nuk e pash më vetëm aty. Nuk e pash më vetëm. Edhe bëra ato që ja u them edhe njerëzve, bëja ato që e ndjenë. Mu më erdhë, shku dikun tjetër dhe vishë bëra. Si në kërë për jep shenj edhe u këthej dhe honësh. Po shpreja ka bo pasullin poezi, që ka do me thonë? Kjo do të më thonë që unë jam njeri bindës, që luftoj për ato që unë du, nuk e ki dorë, edhe që kjo është paka shumë duhet, nuk e pranoj një fakt kryer nëse nuk është i kryer. E qartë. E kemi edhe telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Cila është pyetja juaj për Albatrosin? Albatrosin e respektoj jo veç për temën e dashurisë, po edhe në tema tjera, e do të parashtoj një pyetje lidhur me dashuri, që lidhet edhe me tema tjera. Hajde. Dashuria e sinqert, a reflekton në një shoqëri më të drejtë, pa konflikte,
dhe dashuria e interesit në të njëjtën mënyrë a reflekton në shoqëri në konflikte edhe mosdurueshmëri. Kjo është një pyetje shumë e rëndë. Unë këtë e kam trajtuar te libri im Rebelimi i Lulus. Ku unë them se si janë njerëzit në jetën e përditshme kështu, në gjonat personale, ashtu janë edhe në raport me shoqërinë dhe me shtetin. Tash, shteti është një projekt në cilin është investuar shumë dashuri nga ata njerëz që kanë sakrifikuar për atë shtet. Nuk kështu duhet me kuptu. Është dikush ka sakrifikuar shumë që të krijohet ai shtet. Por nëse shoqëria e hup këtë konceptin e dashurisë, që këto emocionet e dashurisë janë të lidhura, për shembull, dashuria ndaj partnerit, dashuria ndaj anëtarëve të familjes, dashuria ndaj shokëve, dashuria ndaj atdheut, e tjera këto. Një njeri që nuk është gjendje me bën njëre, nuk është gjendje me bën edhe këto tjera. Këto janë shkojnë zinxhir, është vlerë, është virtyt. Nuk mund të thotë jam patriot nëse nuk e don atdheun, por nuk mundesh me dashur atdheun ti nëse nuk i don njerëzit e tu. Nëse nuk i don, domethënë nuk e. Edhe është pikërisht kjo që tha ky zotëria. Domethënë, nëse nuk është i sinqertë në dashurinë që projekton për vetes, nuk është i sinqertë në dashurinë që projekton ndaj tjerëve, ndaj shoqërisë, edhe ndaj shtetit. Edhe kjo është arsyeja pse për shembull njerëzit e vjedhin shtetin e vet, e vjedhin shoqërinë e vet, mashtrojnë, domethënë sepse komplet ciklin që nga fillimi e ka të njëjë deri kur çon nalt atje. Në çdo fushë. Dërsa një person i cili në raportet e para, në rrethin e parë të vet, është i sinqert, a edhe sikur të vi në majet të shtetit, është po i njëjti. Ai nuk vjedh, nuk bëhet milioner. Nuk shikon me marrë diçka për veti, po menon si me dhonë. Dhe këto janë gjona që fatkeqësisht tani në shoqërinë tonë unë kam frikë që është futje sinqeritet. Edhe nëse je i sinqert të gjykojnë e tjera, sepse të pas sinqertit të bëhen bashkë. Edhe të shojnë si kërcënim. E qartë. E kemi edhe telefonatën në radhës. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Gjerit Vazaj. Jo, më pëlqej emisioni për aktor. Mirë, Albatrosi paska shkollën teknike. Është shumë e mirë tema për dashuri, po për cilën tjera të rrejete vjetër kon. Jam shumë me profesorin, jam shumë i kënaqur se njëjtin drejtim e kam edhe unë. Domethënë, kompletin teknik. Jam të rrethë bashkëmon. Po. E për dashuri, thoi profesori ka Hoxhaviti, s'ka dashuri, se ekziston dashuri, është edhe emocion. Dashuri se ekziston, emocion, në më thonë njeriu të shumë, që është emocion dhimbja, që emocion me çaj, që me qesh. Mendimi jam është, më thonë, unë jam fakultetin teknik, kam përfundu, por jam gjërat e bashme. Po ti ndonjë pyetje? E tha, dashuria nuk ekziston. E tha. Faleminderit shumë për informacion zotëri Xhavet. Faleminderit shumë. Nuk ekziston dashuria. Dashuria nuk ka ekziston. Është emocion për menimin tim. Sikur që është din me hajt, që është din me kesh, që është din me këtë është domosdoshmë emocion. Menimi jam, se dashuria nuk ekzistojnë, domethënë. E për atë si tha për shtetin, është e vërtetë se shteti është familje, nëse nuk korruptohet, domethënë, shteti është Zotëri Xhavet, e lëm pak anash politike, me qenë se po merremi vetëm atë që thetë se nuk ekziston dashuria, kështu që faleminderit shumë për telefonatën. Shkurtimisht një përgjigje për këtë deklaratë zotëri Xhavetit Albatros, se po presin të tjerë telefonat. Dikush e përjeton kështu, po prapë unë mendoj që dashuria është e vetmja gjë që ekziston prej vërtetin këtë univers. Edhe është e vetmja gjë të cilën ti mundesh me pretendu që mundesh me marrë me veten në botën tjetër. Pse se pranojnë? Sepse gjërat që s'mundesh me kontrollu, njerëzit nuk i pranojnë. Dashuria nuk mundesh me kontrollu. Dashuria të kontrollon ty. Ti thuj sa dush, jam i fortë, jam ushtu, jam ande, jam knena, s'ka me bë këto, s'ka me bë këto, s'ka me bë këto, s'ka me bë këto. Kur jam puna atë? Kur të kam dashuria për para, krejt i ban bile edhe shumë më tepër. I ban, se s'mush me kontrollu, dhe njeriu nuk e ka qef një sen që s'unë e kontrollon dot. Ne jemi të tillë, dojmë i kontrollu të gjitha, dojmë i kontrollu prindërin, dojmë i kontrollu fëmijët, dojmë i kontrollu dashin, dojmë i kontrollu punën, dojmë i kontrollu informacionin, jemi pak kështu. E kemi telefonatën e radhës? Alo, përshëndetje. Okej, të kthehemi pra tek pyetja e parë, mos të mbesemi borxh. Nga Suedia. Ishte, po,
sa lloj të halleve ka dashuria dhe cilë faktorë ekzistojnë për dashuritë e meshkujt? Sepse mendja njerëzore vetëm shpik. Edhe që në fund na sjell në përfundimin që dashuria ka vetëm një hall vetëm, ajo është pasiguria. Pasiguria e fut mendje njerëzore me blu. Po kjo, e t'ja këqyri telefone, e t'ja kontrolloj, e t'ja bëj blok t'i accountit, jo ane, jo kënde, jo sana, jo t'a këqyri këtu, jo t'a këqyri aty, pasiguria t'fut në angth, edhe ajo angth e vishë prodhon. Dashuria ka vetëm një hall, një armik, ajo është pasiguria. Edhe është detyre secilit partner me shiku që me adresu. Por ka disa gjona që nuk zgjidhen dot. Nuk zgjidhen dot. Do më thonë, për ato futet besimit. Duhet me pas besim te partneri yt. Se s'ke besim, kato është ajo, kato është si ma vetë. E qartë, kemi sa duket edhe telefonatën e fundit për sot. Alo, mirë mëngjese. U shkëpot, nuk po presin linë gjatë dhe sa po e marrën një përgjigjen. Ndërkohë kemi edhe një pyetje të radhës, përgjigjen e secilës më duket që e morën pak më herët. Po, si është e mundur që çdo lidhje në ditët e sotit shkon pa asnjë obligim, domethënë frigohen sidomos meshkujt të marrin vendime në lidhje, si duket femrat janë bërë më meshkuj se meshkujt. Folëm në këtë më herë, domethënë që është faji i prindërve kjo. Është faji i prindërve dhe në radhë parë faji i mamit. Sepse edukon në fëmijën asaj, ja kryon në burrojën e mave të kujdesit, djalit vetë, edhe ta shaj ky menon që çdo femër në botë është si mami. Mami ka mirë kuptim pa fund. Mami s'tifnohet kurrë. Mami s'ba presion kurrë. Dhe më thonë tash kur përllafaqohesh me një femër që është pak kur din çka do nga jeta vetë. Ua, kjo s'ban, nuk është si mami. Kjo krahasimi gjithmonë me figurat. Shqipni dojnë quni mamit. Fikrisht. Pra ta si duhet më pavarësu, Është edhe telefonata e fundit për sot, alo mirë mëngjese. Mirë mëngjese, përshëndetje. Cila është pyetja juaj për Albatrosin? Për Albatrosin e përshëndes, po mirë që është mirë, është mikin i mikit tem për bashkët, dhe është një konstatim edhe me pyet Albatrosin. Mos është jo sinceriteti lidhjeve në fillim edhe një farë luksi të pruar që ju ofrohet zakonisht vajzave ose femrave, që mos në realitet ato nuk janë të tilla dhe po vjen deri te problemet në çift. E qartë, faleminderit shumë. Ju përshëndes, ju dëshiroj një vikat bukur ditën. Faleminderit gjithashtu, një përgjigje të shkurtër. Nëse e kuptova drejt, fjala do më të mungesa sinceritetit. Mungesa sinceritetit gjithmonë është problem, por duhet të jemi të saktë në konstatime. Për shembull, një problem që lind të çiftit është se, për shembull, ky është partneri X i ti e partneri Y. Ky menon që ti duhet ta kuptosh këtë me ato pak fjalë që as vetë ai se din çka ka thonë. Edhe ti duhet t'i përgjigjesh në sinqeritet në konstatimin e tij. Tash, paaftësia jote ta kuptosh atë, interpretohet si jo sinqeritet. Që në fund na sjell te problemi që ceka në fillim, është pamundësia për të komunikuar. Nëse çiftet nuk komunikojnë, nuk janë të lirë në komunikim, nuk e shterojnë komunikimin, nuk kemi si flasim për sinqeritet. Vin deri mungesa e sinqeritetit. Ska si mas me pas sinqeritet, si të ketë sinqeritet aty. Faleminderit shumë Albatros. Unë faleminderit shumë që më keni ftu, sepse unë gjithmonë gjej kënaqësi të veçantë me fol për këto tema. Tash, si thonë, unë jam qytetar i lirë edhe nuk i kam ato pengesat që i kam pas përpara dhe përfshijmë në debate tjera, jo politik, jo ande, jo kënde, po kjo është tema ku ndihem më së miri. Është kënaqësia jonë totalisht kemi përballë. Faleminderit shumë Albatros. Faleminderit me që dhe juve që qëndrut bashkë me ne deri në këtë momente, bashkë shihemi edhe nesër. Mirupafshim. Tam.